Doktoresh, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Faleminderit që jemi ne. Ka ardhur pak ka nxituar, pak ka ardhur kështu me hap të shpejtë. Po, komunikacioni i dendur. A ndikon kur nxiton edhe është diell që të kap ndonjë alergji për shembull? Po. Po, Po, janë alergjitë fizike, të cilat Alergjitë fizike? Po, për shkak të faktorit fizik. Janë urtikarjet fizike, mundet me qenë anafilaksa, e ngjitur nga aktiviteti tepruar ose sforcimet fizike që ndërlidhet me marrje të ushqimeve të caktuara një periudhë të shkurtër kohore. Prandaj nuk preferohet që me njëherë mas ushqimeve që të bëhet një sforcim i theksuar fizik. Faleminderit, kjo ishte pyetja ime e parë. Po mirë, kjo e rëndësishme, domethënë, sepse pak njerëz ndoshta dhe dinë për këtë sforcim që mund të shkaktoj probleme që mund të jenë serioze. Po, mund të jenë serioze dhe mund të jenë të rrezikshme për jetën. Sidomos alergjitë të cilat paraqiten në ushqimet të caktuara, më falni, domethënë ndaj miellit, ndaj mishit, ndaj produkteve të cilat vështirë treten, sepse sistemi gastrointestinal është i lidhur me sistemin neurovegetativ, pastaj ai autonom vegetativ me hormonet të caktuara, hormonet pastaj me faktorë të caktuar imunologjik dhe tërë kjo mund të shkaktoj në një cikël i cili mund të reflektoj me lirim të histaminës, e cila mund të shkoj me simptome nga më të lehta deri më të rënda. Kemi pasur raste të pacientëve të caktuar. A mund përsëritet kjo më pas? Po. Sepse ndodh një herë ndoshta pacienti. Themi pacienti nuk e di, por më pas kur merr informacione, po besoj që ai ka kujdes, por nuk do të thotë që përsëritet edhe një herë tjetër, ë? Duhet të ketë kujdes, duhet të bëhet testimet e sakta në mënyrë që të dihet shkaku, edhe pastaj jipen këshillat e veçanta. Kam pas jo shumë raste në klinik, mirë po kam pas pacient me anafilaks pas përdorimit të produkteve të miellit që ka përfunduar në emergjencë në spital. Në spital, po. Mirë, të flasim tani për alergjitë e tjera të cilat paraqiten në sezonin e verës. Janë të shumta nga pluhuri, nga dielli për shembull, që vështirë edhe ta eliminosh sepse është sezona e verës, më pas ato nga insektet, nga pickimet e ndryshme, nga bleta, që po ashtu mund të jenë shumë të rrezikshme, dhe disa të tjera. Ndoshta do të na i rangoni nga ato që janë më të shpeshta, më të rrezikshme? Po. Do të thotë edhe sezona e verës, sikundër të gjitha sezonat tjera, kanë specifikat e saj, sepse me anë të rritjes së temperaturës paraqiten disa alergji që janë karakteristik për periudhën e verës. Vazhdon poleni, sikundër prej fillimit të pranverës që do të vazhdoj deri në vjesht, por tani janë më aktive polenet e barishteve, grasses cereals, të cilat sidomos theksohen në këto luhatjet e temperaturave, të cilat po na paraqiten kohën e fundit, domethënë periudha pas shiut, sepse grimca e polenit bymehet, largohet nga kutikula e saj polenit dhe bëhet më jashpër. Simptomatologjia është e njohur e ashtu quajtura thunderstorm asma, domethënë astma ose sulmi astmatik i cila paraqitet menjëherë pas ndryshimeve të mëdha kohore. Domethënë janë barishtet aktive nga ana e poleneve, myku është shumë karakteristik domethënë për këtë periudhë kohore, po sidomos alternaria që jep një bronhospazm jashtëzakonisht të theksuar, i cili mund të përfundojë edhe në emergjencë spitalore. Pastaj vazhdojnë thumbimet nga insekte, siç e thatë edhe ju vetë, faleminderit. Thumbimet nga insektet të cilat mund të jenë vdekjeprueshse, domethënë bleta, gresha, vespulla janë potencialisht vdekjeprueshse për reaksionet e theksuara alergjike, sepse jo çdo thumbim përfundon anafilaks, po patjetër. Në Kosovë? Sidomos nga bleta, nga gresha, më duket se janë po ka pas edhe vdekje, para disa viteve kemi pas edhe vdekje, sidomos mosha e fëmijërisë dhe mosha e pleqërisë, është karakteristike që mund të përjetojnë një shok anafilaktik të mirëfillt brenda 10 minutash, është shumë e rrezikshme bleta. Varet në pickimin me çfarë pjesë të trupit? Varet kjo? Jo, nuk varet, varet. Anafilaksa nga bleta ose reaksioni i theksuar anafilaktik, ose reaksioni i theksuar alergjik, sepse kohëve të fundit
Unë edhe në prezentimet e mia jam duke paraqitur teorinë që duhet të flasim për reaksione potencialisht vdekjeprurëse, sepse nuk është vetëm anafilaksa vdekjeprurës, janë edhe reaksionet potencialisht vdekjeprurëse. Varet vetëm nëse është lokalizuar në regionin e qafës, ku ai nuk është reakcion alergjik, është po për shkak të edemës së organeve të pjesës së sipërme të rrugëve të frymarrjes. Por alergjia e mirëfillt nga insektet është reakcion IgE ndërmjetës, i cili i paraprin disa shenja. Do me thënë, një thumbim normal nga insekti është thumbimi i cili ka një lokalizim të vogël, një edem të vogël, një kruarje, një skuqe, por është rreth pjesës ku është thumbuar. Mirë po, nëse ky trias e ka të i kaluar artikulacionin më të afër, do me thënë nëse është thumbuar nga bleta në regionin e paralërës, por e ka të i kaluar artikulacionin e bryllit, atëherë thumbimi i ashëm është rreth 20 herë më i fuqishëm se thumbimi paraprak. Përfundon pastaj me një reakcion sistemik, do me thënë urtikarje ose eritem difuze ose çrregullimit të tjera të frymarrjes e deri në përfshirjen e traktit respirator dhe kardiovaskular që mund të përfundojnë në shok anafilaktik, do me thënë rreth 3% të individëve të rritur, më falni, dhe 1% të fëmijëve do të përjetojnë gjatë jetës së tyre reaksionit të fuqishme alergjike nga insektet. Përveç insekteve, pastaj kemi reaksionet alergjike nga dielli, të cilat përsëri mund të jenë reaksione jo të rrezikshme për jetën, si që janë për shembull polymorphic light eruption, do me thonë kjo reaksionit makulopapulomatose të cilat paraqiten në kontaktin direkt nga rrezet ultraviolete A, por mund të jetë edhe urtikarje solare. E urtikarja solare është pastaj një reakcion më i fuqishëm, është IgE ndërmjetës, sa herë që flasim për reakcione IgE ndërmjetëse, janë reakcione të fuqishme alergjike. Këto pastaj mund të shkojnë deri në anafilaks nëse nuk rastet të ralla janë, mirë, po mund të përfundojnë. Pastaj mund të kemi një fotosenzitivitet dhe fotoalergji nga përdorimi i ndonjë medikamenti paraprakisht, ku pastaj në ndikimin e rrezeve të diellit, medikamenti i tillë do të shndrohet në një hapten i cili nxit pastaj një reakcion alergjik. Mirë, po këto reakcione janë lokale. Edhe reaksionet e përgjithshme që janë fotosenzitivitet toksik për shkak të veprimit të substancave ose medikamenteve të cilat i merr pacienti paraprakisht, që nuk i japin alergji pa ndikimin e rrezeve të diellit. Do me thënë këto janë antiinflamatorët jo steroid që ne zakonisht i marrim kështu pa përshkrimin e mjekut, do me thënë një diklofen, voltaren e tjerë. Mund të marrim antibiotik, kinolonet japin fotosenzitivitet shumë të fuqishëm, antidepresantët, antipsikotikët, substanca të ndryshme, do me thënë medikamentoze të cilat mirën në përditshmëri. Ose përdorimi i parfumeve, përdorimi i kremrave lokale e tjerë në vendin ku është vendosur, jap pothuajse një djegje të lëkurës, sepse është një veprim toksik i qelizës. Mekanizmi pastaj është krejtësisht tjetër, do me thënë lirohen radikalet e lira nga qeliza. Kështu që si këshill e përgjithshme për individët të cilët kanë planifikuar pushimet e tyre është që gjithherë ta kenë setin e tyre antialergjik me vete, nuk ka nevojë të presin mjekun. Po të reagojnë vetë në momentet e para. Po, në momentet e caktuara. Po, kjo mund bëhet nga ata që e din, do me thënë, që është paraqit një alergjia, por më problematike për ata të cilët nuk e kanë idenë se mund t'ju shfaqet një alergji. Andaj edhe prova, sidomos te fëmijët, tek produktet e reja, a mund të testohet, do me thënë, paraprakisht, kremrat apo çfarë do që qitet në lëkurën e tyre. Çdo gjë mund të testohet, do të thotë spari nisemi nga testet konvencionale të cilat i kemi, do me thënë, standardizuara tani që ekzistojnë në klinikat tona. Kam folur disa herë më parë që tani ma edhe diagnostika është avancuar shumë,
jo vetëm që bëhen skin prick testet, bëhen edhe testet intradermale, të cilat ato janë gold, do me thënë metodat, por diagnostika ka vazhduar në nivel molekular, ndërsa kur dëshirojmë paraprakisht që të kemi një ide në lidhje me atë, mund të bëjmë testimin paraprak. Po, që rekomandohet faktikisht. Besoj që Mirë, po. kemi disa telefonues të cilët kanë pyetje, po besoj, kështu që po e marrim të parim për sot. Përshëndetje. A jeni mirë, ceni? Mirë, Po më faleminderit. intereson me pyet këtë doktoreshën që jeni në emision, por këtë mykën që paraqitet rresyve në dorë, në kom, në sen, çfarë pasoja shkafit vjen qysh, Nëse ka krumje, ka jo, moli. nëse është fjala për mikoz, nuk është çështje alergjike. Po, Do me flet për thënë, mykun. Po, ajo është intertriginoz, e cila paraqitet për shkak të lagështisë shtuar në pjesë të caktuara të trupit, ajo duhet të trajtohet nga dermatologu. Nuk i takon alergologjisë, do me thënë, nuk i takon reaksioneve alergjike. Reaksionet alergjike janë hipersenzitivitet ose ndjeshmëri Ndjeshmëri e e lartë. organizmit ton ndaj partikulave të cilat nuk duhet të jenë të dëmshme. Do me thënë, pluri shtëpiak bashkjeton me neve, mikroorganizmet e tij. Poleni duhet të na jap aromën e këndshme, jo të na shkaktoj neve bronhospazëm ose frymëzënje. Ose myku ndodhet gjithandej, do të thotë ose kafshët shtëpiake, ose ku diun, ose insektet na kanë thumbuar me mira herë nuk kanë shkaktuar ndonjë reaksion, do të thotë tek individët të cilët kanë alergji, sistemi i tyre imunitar, partikulat e tilla ose grimcat e tilla i lexon si të ishin armiku më i madh i organizmit të tyre. Dhe ky reaksion mund të jetë disa sekondësh, do me thënë për disa sekonda mund të përfundojë në një anafilaks të mirëfillt, jemi duke folur për reaksionet T-HEL për 2 ose reaksionet IgE ndërmjetëse. Ndërsa nëse flasim për reaksionet të cilat janë të vonuara, marrin një kohë, 24 deri në 48 orë, ose edhe deri në një javë ose 2 javë nëse kemi të bëjmë me mekanizma të imunokomplekseve, por pesha klinike përsëri po them mund të jetë prej reaksioneve të thjeshta deri tek reaksionet të cilat mund ta rrezikojnë vetjetën. Prandaj po them edhe një herë, unë klinikisht si doktoreshe kësaj lamie reaksionet i ndaj në reaksionet të lehta alergjike, të menaxhueshme mirë dhe reaksionet të cilat mund ta rrezikojnë jetën. Nuk do të thotë që një reaksion nuk ka filluar me njëherë të mos jetë potencialisht vdekjeprurës. Do me thënë mund të filloj mas 3 javësh, por mas 3 javësh të përfundoj me një blokad të plotë të veshkëve ose të muskulaturës së zemrës ose të trurit e tjerë, do të thotë mund të përfundoj me vdekjen nëse është fjala për sindromin e serumit. Po. Mirë, plus 33 44 900 021, natyrisht presim edhe pyetjet ju të cilët keni shqetësime të kësaj natyre, probleme me alergji të cilat lajmërohen më tepër gjatë verës, mund të merrni këshillat e juaja. Po ndalemi pa tek këto alergji të cilat janë më të rrezikshme, për shembull pickimet nga bletët, për shembull. Nëse një herë jemi picku nga bleta dhe kemi parë që përveç një skuqje, do me thënë e zakonshme, s'kemi alergji, a do të thotë që pas një kohe ajo mund të jetë më e rrezikshme, mund të ndodhë që të krijojmë në ndërkohë alergji, siç na ndodh për shembull edhe me ushqimet, një ushqim i cili nuk na ka shkaktuar një problem. Pas një kohe mund të ndodhë ndryshe. Po mundet. Prej alergjisë asnjë individ, absolutisht asnjë individ nuk mund të thotë që jam, do me thënë, i paprekur. Reaksionet, po, që jemi imun. Pse? Sepse ka ndryshuar klima, ka ndryshuar, do me thënë, klima globale së pari. Pastaj ka ndryshuar shumë faktorë të cilët janë ambiental. Dotja e ajrit, dioksidi i squfurit, dioksidi i azotit, monoksidi i azotit, monoksidi i karbonit e tjerë. Do me thënë, ka ndryshuar strukturën e alergjenve në vetvete dhe si të tillë bëjnë dëmtimin e mukozës së traktit respirator ose gastrointestinal ose të lëkurës e tjerë. Kështu që shumë ka pikpyetje, por thjesht të themi mund të përjetojmë një pickim nga bleta, por pas disa viteve gradualisht të sensibilizohemi.
duhet vetëm ta përcjellim, po unë thash, reaksioni paraprak I cili ty të flet që reaksioni arshëm duhet të jesh shumë I kujdesshëm, është që reaksioni lokal fuqizohet, theksohet. Patjetër që ti do ta kërkosh ndihmën e mjekut, sepse nëse e shet I dorën gjymtyrën tënde ose pjesën tënde që është ajtur shumë, po të kruhet shumë, do të thënë ajo nuk të lën rehat, kështu që reaksioni I arshëm mund të jetë më I rrezikshëm, prandaj duhet të kemi Për këtë kujdes. reaksion dhe çka duhet bërë, do të thonë që të mos vi diçka më e rëndë, të flasim pas pak, sepse po na pret edhe një tjetër telefonues dhe do të kthehemi këtu prapë. Përshëndetje. Okej, patjetër. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Ju përshëndes juve dhe Faleminderit. mjekët e studio. Cila është pyetja që e ke? Pyetja është se unë gjatë fillon pranverës, deri në vjesht më lutojnë styt ndjekin, e tesht jam pengon shumë. Si të kaloj vjeshtën, se tina në vjesht më ndërpritë, dhe në pranverë mos s'ka problem. Do të thonë verë vjesht. Alergjia, Po. Kjo është a filloj alergjitja, a çka është? Kjo është alergji tipike, është alergji nga polenet, sepse polenet fillojnë nga pranvera e jashtme deri në vjeshtën e vonë. Merr parasysh që tani periudha e dimrit është shkurtuar shumë tek neve. Do të thonë, ma nuk kemi ato periudhat e dimrit të vërtet me dëbore e tjerë kur pushojnë bimët, por bimët I kemi aktive gjatë tër vitit. Në pranveri kemi pemët e larta, ahu, bungu, çarri, lejthia, shelgu e tjerë. Në veri kemi barishtet e buta si dhe drithnaja, telbi të shëra, po aflokzat e lishi e tjerë. Pastaj në vjesht I kemi shkure, do të thotë barishtet e egra, që janë ambrozia, e plantain e tjerë, do me thënë shkuret. Kështu që nga pranvera e hershme deri në vjesht kemi të bëjmë me alergji nga polenet. Pacientja në të vërtet shikusja duhet që të diagnostikohet sakt, të mirret informata në lidhje me atë se për nga çka është e sensibilizuar në mënyrë që të marrë trajtimin. Nëse është fjala vetëm për një rinokonjuktivit, do me thënë prekje të mukozës së syve, si dhe të mukozës së hundës, do të ketë simptomatologji të kruarjes së syve, të lottimit, të skuqjes, Të shtitje që e përmendje. të shtima, kruarje hunde, shkuarje hunde ose bllokim hunde, varësisht nga periudha se si është zhvilluar inflamacioni në mukozën e hundës ose në kavitetin nazal. Kështu që simptomatologjia shkon nga do me thënë nga trajtimi simptomatologjik deri te trajtimi etiologjik. Me trajtimi etiologjik, pastaj nënkuptojmë dhënien e vaksinave ose të imunoterapisë, e cila bën çrënjosjen e sëmundjes. Bile mu kujtua që ta them edhe për alergjin nga bleta, alergjia nga bleta ka trajtim të mirëfillt. Me anë të vaksinave neve e çrënjosim këtë reaksion. Këtë desha dhe të them, por po kemi shumë telefonues dhe tash ta sqarojmë këtë më mandej pak më mirë. Ta marrim vetëm edhe një dhe do të flasim më pas për këtë pjesë, sepse është e rëndësishme dhe ndoshta vëmendje pak më shumë t'i kushtojmë. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta, përshëndetje për ju, për mësafirin. Faleminderit. Cila është pyetja që e ke? Po, kam vajzën e mëtrës në klasën e 9, edhe pe planit, pe tesha, në stap skuqen hund, syt, në stap është alergji. Desha të vej një pyqës që ka unë me pas. Kjo është alergji ndaj pluhurit shtëpiak. Kjo dallon shumë tash. Do me thënë, pluri shtëpiak janë akariene, janë disa mikroorganizma të cilët bashkë jetojnë nga qelizat e vdekura të organizmit tonë. Do me thënë, ushqehen nga qelizat e vdekura të organizmit tonë dhe ne bashkë jetojnë në mënyrë simbiotike me këto mikroorganizma. Këta mikroorganizma tani janë të klasëve të ndryshme, kanë epitope të caktuara të cilat nxisin një reakcion alergjik. Vajza në fjalë së pari duhet po them edhe një herë që të vitë mjeku në mënyrë që të diagnostikohet saktë se për cilit lloj të pluhurit shtëpiak është I prekur. Pastaj duhet të trajtohet simptomet, po ka edhe vaksina përkatëse të cilat e çrënjosin sëmundjen me sukses deri 99% çrënjosje. Kjo është një alergji që mund të fillojë nga ditët e para të jetesës, zhvillohet njëkohësisht. Dhe shkalla e sensibilizimit pastaj përcakton se me çfarë simptomatologjie do të vazhdoj. Fillon si një rinokonjuktivit ose si një dermatit atopik, zakonisht e foshnjë, do me thënë këto faqet me ato krustat në për mollzat e faqeve.
dhe mund të përfundoj pastaj në një astëm bronkiale nëse nuk trajtohet siç duhet. Prandaj po them edhe një herë, diagnostika ka shumë rëndësi, shumë rëndësi. Mirë, telefonues kemi vazhdimisht, kështu që do të sqarojmë edhe disa gjëra që janë të rëndësishme edhe për ata të cilët vetëm e ndjekin këtë bisedë. Për shembull, ishim duke thënë për pickimin nga bleta, nëse veç e shohim që është një ajtje më e madhe, në fakt nuk duhet me neglizhu, por edhe nga alergjitë të tjera që na paraqiten gjatë kësaj sezone të verës. Duhet lajmëruar mjeku dhe nëse detektohet që është alergji, ekziston terapi që merret dhe që më pas e ruan organizmin që nëse ndodh prapë radhën tjetër, të mos jetë rrezikshme. Patjetër. Do thotë ajo e mira është që mund të mjekohen dhe mund të trajtohen. Do të thënë, kur them mund të mjekohen është trajtimi farmakologjik momental në kuptimin e largimit të simptomeve. Duhet dhënë antihistaminik, kortikosteroid, varsisht pastaj nëse ka bronkospazm, bronkodilatatore e tjerë, do të thënë simptomi trajtohet. Por këta pacient duhet ta kenë me veti terapin parandaluese që ka shumë rëndësi të cekit që është epipeni ose adrenalina autoinjektive. Adrenalina autoinjektive duhet të jetë në çantën e çdo individi i cili ka një reakcion potencialisht dekiprurës, do të thënë IgE ndërmjetës po flas. Çfarë është konkretisht në gjuhën popullore për me kuptuar? Në gjuhën popullore, për shembull, nëse ka përjetuar një alergji shumë të theksuar ndaj ndonjë ushqimi, për shembull qumshti, susami, frutat e detit e tjerë që aksidentalisht pastaj ai mund ta marrë atë ushqim sepse ky që e din që është alergji në ushqim do t'i shmanget, mirë po në ndonjë sendviç apo diçka që mundet ose një kafe mund të jetë vdekjeprurse për një individ që ka alergji në qumësht. Duhet ta ketë adrenalinën. Adrenalina është ajo që e shpëton jetën, është një substancë e dozuar e cila mund t'i jepet vetvetes, duhet t'i ketë 2 epipena të tillë dhe duhet ta marrë mbi rroba në regionin e kofshës. Mbi rroba? Po. Nëse është fjala po sa më shpejt, do të thënë nuk ka nevojë që të të reagoj shpejt. Po, të reagoj në mënyrë tamam si duhet. Ndërsa nëse është fjala pickon në këtë rast, e njëjta për shkakun njëta gjë duhet. E njëjta, prandaj po them. Por jo për të gjithë. Ai miti shkon në vendos akull të ftoft tek bleta ku të pickon. Kjo është e përgjithshme, është një masë e përgjithshme popullore që ne ajtjen për mos zgjeru ajtja, do të thënë e vendosim akullin, ka kuptimin e vet, sepse shkakton vazokonstriksion, nuk lejon zgjerimin e enëve të gjakut, me zgjerimin e enëve të gjakut liron mediatorët, të cilët largohen nga hapësira intravaskulare në hapësirën ekstravaskulare dhe na japin ajtjen. Në raste të tilla akulli ka rolin e vet, mirë po nëse është i sensibilizuar, kot ti e trajton pjesën lokale ku reaksioni është i generalizuar, sepse IgE-t i ketë në qarkullim të gjakut dhe ato shkojnë lidhen për mastocite dhe bazofile që ndodhen në qarkullim të gjakut. Dhe ky reaksioni lokal është kot tani që të miremi me këtë, duhet të miremi me reaksionin e përgjithshëm i cili na ka ndodhur. Ndërsa ajo që e trajton është vaksina. Fatmirësisht ekziston. Po, të ndalim edhe pak tek epipeni, do me thënë. Reagon me njëherë ajo, lirohet pacienti, çka duhet bëj tutje? Absolutisht, do me thënë pacientit i sugjerojmë që ta ketë antishokun me vete, antihistaminikët, kortikosteroid, kudo që të jetë, dhe epipenin me vete, sepse terapia e parë është adrenalina mbrojtëse. Nëse nuk ka reaguar ampulla e parë, do të reagoj me ampullën e dytë mas 20 minutave. Kam pas pacient që ja ka shpëtuar vetës jetën, po sepse nuk dëshiroj ai në aso kohë që ta marrë vaksinën. Por ndryshe, pacientët e tillë duhet të vaksinohen. Vaksina është 99% çrënjosje të sëmundjes, po flasim për rirregullim të sistemit imunitar, rikrijim të qelizave T-regulatory cells, që janë qeliza që e rirregulojnë, nuk e lejojnë ose krijojnë antitrupa bllokues që nuk e lejojnë këtë IgE që të lidhet për mastocite dhe bazofile që janë të këta persona të cilët organizëm. Vaksinohen, do të thënë ata nëse janë prapë në kontakt me bletën ose me e kalojnë, mund ta kalojnë me një reaksion lokal të thjeshtë, por jo të rrezikshëm për jetën. Do të thënë kam pas pacienti kemi vaksinuar
dhe do me thënë është një ndër vaksinat më të suksesshme. Pse hezitojnë atëherë, përmendë që ka tillë që nuk duan të vaksinohen? Nuk është, po, ai pacient nuk ka dëshiruar që të vaksinohet. Ndoshta i përton punës 3 deri në 5 vjet, sepse është një periudhë goxha e gjatë, 3 deri në 5 vjet. Fillimisht çdo javë duhet të shkoj te mjeku ta marr dozën ngritëse, sepse është ajo periudha ngritëse, pastaj është maintenance ose trajtimi rikujtues 3 deri në 5 vite. Sepse thot, ndoshta nuk më han. Ja disit e ne jeta jonë është shumë e lirë. Unë konsideroj që kohë gjatë kemi të lirë jetën. Unë ashtu kam konstatu. Vjen keq. Dikush pyet, thot, përshëndetje, djali im bën 9 muaj, ka që sa muaj, thot, i kanë thënë alergji laktoz, sa zjat dhe për çkafit me ujë, çfarë ushqime me i dhën, a vetëm prej qumshit duhet me ia dhën pa laktoz? Po, kjo nuk është alergji, kjo është intolerancë. Do të thënë duhet ta dallojmë alergjin nga intolerancë. Alergjia ka alergji ndaj qumshtit, ka dhe intolerancë nga qumshti. Alergjia ndaj qumshtit është kur krijon antitrupa përkatës ndaj molekulave të qumshtit, lakt globulinës, lakt albuminës, kazeinës e tjerë. Ndërsa kjo intoleranca është mostretja e qumshtit në traktin ton gastrointestinal për shkak të mungesës së enzimës laktaz. Do të thënë është një proces kritikisht tjetër. Sipas teorisë tjetër, pastaj krijon edhe antitrupat e tipit të IgG-s ose IgA-s, varësisht se sa është i fortë ose i fuqishëm reaksioni. Mund të jetë kalimtare, mund të jetë e përhershme. Nëse është fjala për reakcion kalimtar, ajo mund të nxitë ndonjë inflamacion viral, ndonjë çrregullim tjetër, hormonal e tjerë, mund ta nxjisë reaksionin e tillë, ndërsa i përjetshëm qëndron gjatë tërë jetës, vetëm duhet t'i shmangemi qumsht laktozës. Do të thënë, ka tash edhe pika artificiale laktaz, ose ka produkte të qumshtit pa laktozë dhe i merr pa kurfar probleme. Nëse kemi të bëjmë me reakcion ndaj qumshtit, reakcion alergjik ndaj qumshtit, është mekanizëm tjetër, është reakcion IgE ndërmjetës. Ajo të jep skuqje në pjesët ku e ka prekur qumshtin. Ndodh që të jetë, sepse ma kujtove këtë që fëmijët për një periudhë të jetës ushqen vetëm me qumësht, dhe ndodh që të ketë alergjin qumësht në këtë moshë? Po. Çfarë ndodh më pas si ushqet fëmia? Duhet që të mirret qumshti hipoalergjik. Kemi qumsht hipoalergjik, ku ju kanë larguar ose ju kanë shmangur proteinet e qumshtit. Dhe s'paraqet problem mund përdoret. Jo. Për ndryshe, po që se do të kishim institucionet tona, të kishin një nivel të mirë fillt të trajtimit, atëherë duhet të bëhet desensibilizimin ndaj qumshtit. Kjo është më e mira. Do të thënë, pacienti me anë të pikave të qumshtit duhet të desensibilizohet. Është një vaksinim natyror ndaj qumshtit, ku pastaj mund ta marr edhe pa kurfar probleme. Mos ketë lashe. Po shoh dikë që ka dërguar një fotografi. Edhe ka dërguar një fotografi, ndoshta mund ta shohësh tani foton aty nëse është e mundur. Po më duket si skuqje, se nuk jam shumë mirë. Po, mund të edhe me lëviz, doktoresh, sepse ndoshta pak Po, mund të shtë larg e ke. Pozitën nuk e kam. Kjo është një skuqje rreth qafës. Dhe thot kështu në fakt pjesë komplet. Kam probleme me lëkurën sepse verdi më rrin në skuqur, kam shkutat e mjeku para disa viteve, po më tha që je në përfundim të smundjes dhe s'ka shërimi. Mirë po, para një muaj prap shkova në vizitë, mi rekomandoi disa bana, i kam përdor, por prap nuk kam kurfar përmirësimi. A duhet me përdor prap terapi apo jo? Patjetër që duhet të përdor terapi, nuk ka smundje në fillim dhe në fund. Unë nuk kam dëgjuar që ka ndonjë. Po dihet çfarë është kjo? Kjo mund të jetë një eritem e regionit të qafës, mund të jetë shumë e lidhur me probleme të gjendrës tiroide, sepse hipertiroidizmi mund të shkaktojë një vazodilatacion edhe të manifestohet pastaj me simptomatologji të tillë. Por ndryshe, nëse paraqitet vetëm në kontakt me rrezet e diellit, mund të jetë një fotosenzitivitet, siç e thash edhe më parë. Prandaj po them duhet ka shumë rëndësi anamneza dhe ka shumë rëndësi kontakti me mjekun. Po.
Dikush tjetër na ka marrë në linjë sërish, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. A më me bu një pyetje doktoreshës? Po. Unë jam alergji në grejë, në uza, në grajzi. Edhe qatë shpejt në ndikon për 1 minutë e gjysë, që dhe në ma do frymën. A ka gjosa, a më me siguru falecioni, a për që me në vendu? Po më intereson me të pytë, si reagon raste tilla, do më thënë, e mban atë injeksionin me vete, apo qysh e zgjidh situatën? Ja, unë që nuk shkoj shpejt me vullon, unë na shkoj të vdes. Pas ke rreziku, po më duket. Që në herë mitë kam një gjallë me vullon. Po pse se merr atëherë atë injeksionin me pas me vete, që nëse të ndodh me reagu ma shpejt? Po s'pa mëj me gjithë kërkun, ku mëj me siguru, a dhëtë më shteti për këtë sanë më merë, po qëse diku prosit deri në Amerikë, deri jashtë, kërkun s'pa më më kërkush. Nuk ka EpiPen? Po, erdhem të disa probleme sociale. Po, mirë, zotri dëgjoje, tash është këshilla për ty. Do me thanë, një ndër problemi kryesore të cilat i kemi në Kosovë është mungesa e EpiPenit në tregun ton farmaceutik. Disa ere kam potencuar, jam munduar që ta sensibilizoj institucionet edhe pacienti duhet të ketë qasje në EpiPen. Kështu që pacientët i mi i sugjeroj që ta marr, ta blej, s'ka nevojë në Amerikë, po kudo në shtetet evropiane ka. Me recetën time marrin dhe i marrin 2 EpiPena. Mjafton shtet. Po rreth 100 euro. Po ma kështrejt kushton jeta. Po pra. Kështu që kjo është domosdoshmëri jetësore. Pra në Kosovë nuk gjendet. Nuk gjendet në Kosovë, nuk gjendet në Maqedoni, nuk gjendet në Shqipëri, nuk gjendet në Bosnë, do me thënë këtë regionin ton jo. Mirë po, prej Greqisë e tutje gjendet. Kështu që mund të sigurojnë, mund të sigurohet me recetën time, që vlenë edhe në Europë, mund të sigurohet. Edhe pse zotriu thaj pas ka pas fat, tha se do me thonë reagon tepër shpejt dhe më ka ndodhur disa herë derisa ka arritë institucioni. Ka shkuar shpejt e mjeku. Ky zotriu duke që punon me bletët, ndoshta se ka shpesh nuk e besoj nëse ke alergji me bletët që duhesh me punu me bletët. Jo, nuk do të thot ajo, përkundrazi te bletarët ekziston një farë desensibilizimi natyror. Po, sepse sa më shpesh thumbohet më shpesh, kështu që për ata s'kan alergji, fitojnë në një lloj imuniteti. Problemi numër 1. Problemi numër 2 është vaksinimi. Vaksinat mund t'i sigurojmë neve, mirë po askush në Kosovë nuk jep. Nuk jepet vaksina kundër? Jo. Pse? Sepse dikur është dhënë në qendrën klinike universitare, kur unë kam punuar, tani në nivel ambulantor nuk kemi të drejta japim, sepse është një vaksin me një shkallë të rrezikshmërisë, duhet të jepen nga profesionist, dhe tani pacientët tanë kanë mbetur kogja keq në këtë aspekt. Do me thënë edhe nëse duan të vaksinohen që nga problem, sepse s'mund të marrin vaksinën. Duhet i udhëzojmë fatkeqësisht në Tiranë ose në ndonjë qendër tjetër. Po është shpesh kjo, atë se duhet fillimisht shpesh të... Fillimisht do ja, pastaj në muaj dhe çdo muaj duhet të vazhdoj. Dhe kjo ndoshta është arsyeja pse hezitojnë. Edhe në Gjakovë është dhënë, doli një problem me inspektorati ndërpreu me pretekstin se nëse nuk jepet në qendrën klinike universitare, atëherë si guxonit që ta jepni për shembull në ju. Ky ka qenë një ndër vendimet më absurde që ka mund të ekzistojnë nga... Por po besoj që në ÇKUK duhet me vazhdu dhe një asaj, sepse ka profesionist... Ka profesionist të mjaftueshëm. Edhe përderisa është dhënë diku pse të mos jepet tutje, por të rrezikon jetët e shumë personave që kanë alergji dhe e dim sa është rrezikshme një alergji e tillë. Duhet, kjo është obligative. Po. Obligative. Dikush tjetër po na merr, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Për ju dhe për doktoreshën. Doshta me pyet doktoreshën, unë kam një alergji, po jo gjatë verës, se më falni ndoshta po dal pak te teme, ju verës që keni, por e kam që të përgjithshme në mjalt. Në mjalt. Në mjalt. Po. Po. Edhe të e ditë që ka përfitimit moja me hangër, s'po di qysh me hjek.
Qysh me hangër mjaltën? Po dhe me hongër mos diskutoj hiç, absolut. Hiç. Kam pasur një punim në vitin 2014 se kanë qenë shumë pak të informuar edhe ne si profesionist, por kam pasur pacientën që ka reaguar brenda 10 minutave me anafilaks ndaj mjaltës. Ekziston alergjia ndaj mjaltës. Dhe imagjinoj nëse mjalti është origjinal, domethënë vjen pa keqet, sepse 35 deri në 40% të mjaltës përmban polene. Dhe pacientët të cilët janë të polisensibilizuar, domethënë të sensibilizuar në shumë lloje të bimëve, mund të reagojnë në mjaltë sepse bleta e merr nektarin nga bimët e ndryshme. Dhe kam prezentuar në Nice të Francës atëherë aso kohë. Dhe ka qenë një ndër punimet të cilat me të vërtet kanë shkaktuar një debat. Ekziston alergjia ndaj mjaltës, është reale, mund të filloj prej reaksioneve të thjeshta deri në reaksione të rënda, siç ka ndodhur te pacientja ime, ajo rezultoi që ishte alergji në mukvort, në lule pelini, këto lulet e verdha që ndodhen kudo, këto lulëzojnë në vjesht pranver, janë shumë aktive, dhe në kamomil, reaksioni kryqëzuar, do me thënë dhe bimën kamomil. Kështu që pacienti sigurisht ka alergji, sepse alergjia në mjalt të pastër, nëse nuk ka alergjin polene shumë rrallë ndodhë. Do me thënë zakonisht është reaksion i poleneve që ndodhet në kuadër të mjaltit. E çka duhet bërë ta persona? Duhet të diagnostikohet individi, duhet të diagnostikohet se çfarë lloji të alergjisë ka, edhe pastaj nuk duhet ta konsumoj mjaltin e caktuar, se për shembull nëse ai ka alergji vetëm në polenin e barishteve, ai mjaltin e pemëve të larta mund ta marrë, të pishës mund ta marrë. Gështenjës, lloje të ndryshme. Po, lloje të ndryshme të mjaltës, duhet ta shoh se çfarë është baza e alergjisë. Bëje një analizë dhe ki mundësi me hangër mjalt, por do të pa llojin. Testin që mund të të edhe në QKMK. Testet janë avancuar shumë. Po, dhe japin rezultate të mira. Absolutisht, po. Do me thënë, kemi fat mirë në këtë aspekt. Po, ka shumë tentime për të na marrë. Mirë, sepse ka dhe mesazhe. Edhe këto alergjit që paraqiten nga rrezet e diellit. Po më duket edhe këto janë goxha sfiduese sepse vështirë gjatë verës me u mbrojt nga dielli. Si këshillon ka persona? Nëse janë reaksione lokale, siç thash, erupsionet multiforme prej rrezeve të diellit, që janë nga rrezet ultraviolete A që depërtojnë deri në derm, ato kudo ku të kap rrezet e diellit, zakonisht paraqiten në pranver dhe kudo ku jemi zhveshur, kur na kanë kap direkt rrezet e diellit, ato paraqiten. Nuk janë të rrezikshme për jetën, po janë të bezdisshme, sepse paramendoni të keni alergji dhe çdo vit ti ta kesh problemin e njëjtë. Por trajtohen me anë të kremrave lokale, të përdorimit të antisolarëve, që kemi mjaft në tregun tonë, antihistaminikëve, kortikosteroidëve nëse është reaksion më i fuqishëm. Por nëse është reaksion IgE ndërmjet të simirfilt, siç është urtikaria solare, atëherë vërtet rreziku është më i madh, sepse reaksioni është më i fuqishëm, bashkëjeton gjatë të jetës me ne e tjerë. Por edhe këtu kemi të dhëna të reja, fatmirësisht, sepse omalizumabi është një terapi biologjike e re që është futur edhe nuk ekziston në tregun ton, por janë duke u gjetur pacientët. Mund ta trajtoj, do me thënë jam duke dhënë si informat të parë, sepse nuk ka ekzistuar si informat të tillë më përpara, do me thënë është terapi biologjike cila mund të mirret, sepse kjo urtikaria solare thash mund të jetë agravuar pastaj me kohë, mund të agravojë. Masat mbrojtëse janë që të mos dalin direkt në rrezet e diellit, të dalin me kujdes të shtuar, në minutazh të caktuar, të mos dalin në periudha kur është koncentrimi prej orës 10, 11 deri në orën 3-4, që është kjo është për shkak të mos dëmtimit edhe të lëkurës sonë në përditshmëri. E gjëja pak na shkon në mendje është marrim detox të pim ujë. Po, patjetër. Kur janë në rrezet e diellit, ndikon kjo? Patjetër, hidratimi i mirëfillt ndikon shumë. Ushqimet e lehta ndikojnë shumë se këto masat e përgjithshme të rrezitjes i dim të gjithë, domethënë të mos dalje me ushqim të rënduar e tjerë, sepse
kur koncentrimi i gjakut ndodhet në traktin gastrointestinal, atëherë këto pjesë të tjera mbesin ma pak të furnizuara e tjerë. Do me thënë janë masat të përgjithshme të cilat i kemi thënë, masat mbrojtëse e tjerë. Ka shumë pyetje më duket të thënë, po shkojmë drejt fundit. Djalin për 5 vjeç, po ju skuqen syt dhe po ju kruhet me siguri të pjesa e syve, sepse edhe për në telefonin e kosit për të lexuar mesazhin se duket. Kryen është, thot, prej alergjisë? Po. 5 vjeç djali, kryen syt? Po, alergjisht. Shpesh këta pacientë përfundojnë te oftalmologu, te mjeku i syve, mirë po çdo oftalmolog tani edhe mjekët janë po mendoj më tepër të informuar që duhet të bëhet testi i alergjisë. Bashkëpunimi është më i madh, po mendoj. Po. Ka pyetje tjetër, Maksi, që të mos ju mbetemi? Ka pyetje shumë, në fakt, dhe një foto që vjen nga dikush. Thot, kam probleme me disa pjesë të lëkurës edhe kam goxha krurje nga një herë. Ka dërguar ca foto, pikërisht e pjesa e syve. Po, dermatit po duket. Vetëm këto ai ka? Ka dërguar disa, nuk e di nëse do të mundem ja dhe këtu. Po, dermatit. Po, të pjesa e syve më shumë. Dermatit është. Është një dermatit, do me thënë. Çka të bëj me alergji? Ka të bëj. A ka? Ka të bëj, duhet të bëj Kam testet. goxha krurje nga një herë. Po, testi duhet të bëhen. Testi i alergjisë me pase. Po, se prej që ka vuan pacientin. Mirë, nga gjitha këto alergji që po besoj për shumicën prej tyre folëm, cila është më e rrezikshme, ndaj cilës duhet kemi kujdes më shumë dhe si duhet të veprojmë kur jemi veç të diagnostifikum dhe të mos ja lëm rastit? Patjetër reakcionet IgE ndërmjetëse që i përmenda më parë janë reakcione alergjike anafilaktike nga insektet, nga ilaçet edhe nga ushqimet. Po, ne insektet përmendëm në fakt bletën, por ka dhe insektet tjera? Grerza, vespulla, grerzat janë ato të verdhat, vespullat janë më të holla, do me thënë përsëri janë himenoptere. Grerzat janë më të rrezikshme. Mushkonjat sepse mund të thonë edhe mushkajat munden me dhanë, por marall. Dhe shumë herë mund të thumbojnë. Do me thënë bleta kur thumbojnë një herë vdes. Nuk është ajo që vetëm një herë, atë thumbin dhe pastaj vdes. Bleta vdes, por vjen tjetra dhe thumbon. Grerza disa herë mundet me thumbu. Dhe është interesant që grerza ka një inteligjencë dhe mund t'i thrasë edhe grerza tjera. Më përforcim. Nëse një ushtri. Është si ushtri shaka nanash, po do të kemi kujdes. Me kafen, me që jemi në fund, ti nuk ke do ta pim. Jo. Ma kujtove, doktor Ylli dje bëri një test ndaj kafes dhe i doli pozitiv. Do thotë çdo gjë, unë ju thash, çdo gjë që është plotësisht normale për individin, për një individ mund të jetë agresor. Dhe me pas kujdes. Edhe një telefonuese kemi, do ta marrim dhe po besoj që do të jetë i fundit. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje juve. Unë jam një pacient e doktoreshës. Jam me alergji, me frym. Deta me vetë për doktoreshën se po më thojnë kur po shkojmë banature, zguxoj me përdor cytosonin atë shpesh. Kënd? Desha me vetë doktoreshën, a guxoj me marë, se unë jam Ardiana, nashta më kujtohet. Ardiana Pipeje. Po, pa tjetër Ardiana po më kujtohet. Po më kujtohet që të kam shpëtu në Covid. Gjatë periudhës Covidit. Ardiana Manaj. Po. Falte doktoreshën e Sadjamie, se unë më kom shumë gjendit keqe. Falte edhe zotit unë e Sadjam kom të mija. Na vjen mirë që keni shpëtu, po cili është ilaçi? Cili ilaç se kuptova një? Cytosonin, doktoresh, po më thojnë Kutasonin. Që është kortikosteroid? Kortikosteroid, jo, nuk guxon ti Ardian dush me arë kontrol, ajo është vetëm me përshkrimin e mjekut. Mirë të kanë thonë. Po. Kisone shumë për përdori. Ja, nuk guxon ashtu në mënyrë të pakontrolluar, sepse kortikosteroidet kanë efekte në gjandrën suprarenale dhe mund të kanë efekte afatgjate të dëmshme për organizmin. Dhe dikush ka pyetur pse nuk është numri i doktoreshës në ekran, sepse i kemi pasur numrin tonë, kemi pasur mundësi.
Numrin e doktoreshës, natyrisht, po, e Gjeni, që është çdo ditë punon doktoresha dhe mund të shkoni në vizita natyrisht, ndërsa ky është emision edukativ për dhënë ato informacionet e përgjithshme. Po, patjetër. Dhe për fund këshilla për gjithë ata të cilët kanë alergji, por edhe pjesa tjetër që në një moment caktuar mund përballen me alergjinë. Unë zakonisht nënave ju jap këshilla, sepse konsideroj që fëmijët janë pjesa më vulnerabël e shoqërisë sonë dhe janë miqtë e mi më të mirë, të mos më keq kuptojnë të tjerët, po megjithatë për fëmijë jemi pak më të ndihshëm. Nëse nëna sheh që fëmiu i tij në periudha të caktuara kohore ka shenja gjithherë në një periudhë të caktuar kohore ose pa ndonjë shkak të caktuar, fiton simptome të një flame të thjesht, le ta di që nuk është flamë. Normalisht që nëna nuk duhet të jejë duhan pirse ose nuk duhet ta konsumoj duhanin afër fëmijës të saj. Kjo është këshilla e dytë, sepse sipas studimit të cilët e kanë bërë, rreth 30% të fëmijëve tanë bashkëjetojnë me njërin prind duhan pirës. Do të thënë është goxha një shifër e lartë. Le të mos flasim për fëmijët ose kjo jeta moderne, siç janë duke konsideruar disa konsumimi i argjillës, që është një trend shumë i dëmshëm i shoqërisë sonë. Konsumimi rreth argjillës, i tymit të argjillës, si këtyre shishabareve. Se dhe rreth 10% të fëmijëve tanë janë duke konsumuar, do me thënë që jep dëmtime irreversibile në traktin respirator. Që i bjen të pakthyeshme. Këto janë këshillat përgjithshme. Nëse shkoni në pushime, ju lutem ta keni çantën me disa preparate të cilat mund t'ia shpëtojnë jetën të afërmit tuaj, do me thënë antihistaminik, një bronkodilatator në kuptimin e një trajtimi të një bronhospazmi duhet ta ketë, sepse e ka të përshkruar nga mjeku paraprakisht. Ata që kanë alergji, domethënë që kanë probleme. Ata nuk po flas për të tjerët. Po një antihistaminik nuk është e dëmshme me pas edhe të tjerët. Sepse mund ndodhë diçka për herën e parë. Le ta kenë aty, sikur gjë nuk i kushton. Edhe për ata që mungonte në Kosovë, po jo? Jo, është epipen. Antihistaminik kemi sa të duash. Që thamë ta marrin në pushime nëse shkojnë në Greqi apo në vend tjetër. Ata që kanë alergji, patjetër epipenin, patjetër. Ata nuk guxojnë as në shkollë të shkojnë dhe ajo që vërtet duhet në institucionet tona është një program edukativ në nivel parashkollor, shkollor, të mirëfillt edhe të edukatorëve tanë që t'ja japim ndihmën e parë fëmijëve ose kujdo që ka nevojë për një ndihmë të parë. Po, patjetër. Mirë, doktoresh, faleminderit për këto këshilla që i dha sot. Faleminderit nga ju, jeni vërtet ekip simpatike. Tani shijoje kafe. Shumë faleminderit. Dhe shumë profesionist, ha? Faleminderit shumë.